Po, kam Klodi Lalën në lidhje të drejtë për drejtë tani. Klodi, jemi përsëri bashkë drejtë për drejtë, sapo ka hyrë në ambientet e brendshme të gjykatës kushtetuese Erion Veliaj. Nuk e di nëse është e mundur, lidhja e drejtë për drejtë me Klodin tani, në këto çaste? Po, nëse ta më dëgjon? Po, të dëgjoj, jemi drejtë për drejtë, Klodi. Sapo kamerat fokusuan zotin Veliaj që hynte në ambientet e brendshme të gjykatës kushtetuese. Linja për ty. Po, në sida, sikur se ju e pat, zoti Veliaj, ish kryetari i Bashkisë së Tiranës, i shoqëruar në masa të rrepta sigurie, sapo hyri në ambientet e gjykatës kushtetuese. Furgoni i policisë së burgjeve mbërriti në derën anësore të kësaj gjykate, aty ku është e planifikuar që të hyjnë të gjithë personat të cilët vinë të arrestuar për të përballur në këtë gjykatë. Ashtu sikur se ne kishim paralajmëruar më herët, rruga nga Durrësi në drejtim të Tiranës zgjati jo më shumë se 40 minuta dhe patjetër policia e Durrësit dhe ajo e kryeqytetit komunikuan me njëra tjetrën me qëllim që shoqërimi i zotit Veliaj të bëhej pa incidente dhe sikur se tashmë dihet ai është të futur në ambientet e brendshme të këtij institucioni dhe më pas do të ngjitet në sallën ku edhe do të zhvillohet seanca plenare për shqyrtimin e kërkesës së tij për kundër shkarkimit nga detyra kryetarit të bashkisë. Zoti Veliaj mbante pranga në duar në momentin kur shoqëruan nga forca speciale, pyetje së News 24, nëse Edi Rama e ka shkelur kushtetutën për shkarkimin e tij, zoti Veliaj nuk pati mundësi të përgjigjej, thjesht përshëndeti me dorë në momentin gjithë operatorët dhe gazetarët që gjendeshin dhe që janë të shumt ditën e sotme në ambientet e jashtme të gjykatës kushtetuese. Seanca pritet të nisë 30 minuta më vonë, konkretisht në orën 10 të ditës së sotme, ku gjyqtarët kushtetues do të shqyrtojnë kërkesën e ish kryetarit të bashkisë, i cili pretendon shkarkim antikushtetues dhe të paligjshëm nga ana e Këshillit Bashkiak dhe më pas të firmosur nga kryeministri i vendit. Pritet të jetë një seancë gjatë ku pasi të bëhet relatimi, zoti Veliaj, i cili e ka blinduar ekipin e tij të mbrojtjes, krahas Albando Kushi do të jetë edhe Ermal Yzeiraj, avokat njëherazi edhe ish ministri të shëndetësisë Ilir Beqa, i cili do të mbrijë në gjykatën kushtetuese dhe të paraqesë argumentat në favor të ish kryetarit të Bashkisë së Tiranës. Më pas përfaqësuesit e presidencës dhe të kryeministrisë sigurisht janë kundër pretendimeve të zotit Veliaj, sepse ata thonë që gjykata kushtetuese nuk mund ta marrë në shqyrtim këtë çështje për sa kohë që shkarkimi i kryetarit të bashkisë është kryer nga ana e Këshillit Bashkiak dhe si akt i tillë do duhet të goditet nga ana e tij në gjykatën administrative. Ajo çfarë duhet theksuar për opinionin publik është se gjykata kushtetuese do të dëgjojë vetëm argumentat e palëve ditën e sotme në seancë plenare publike, po ashtu gjyqtarët kushtetues do t'ju drejtojnë pyetje të gjithë përfaqësuesve, ndërkohë që vetë zoti Veliaj do të ketë një fjalim me natyrë politike. Vendimarrja nuk do të merret ditën e sotme sepse pasi të përmbyllet shqyrtimi dhe gjithë pretendimet e palëve, gjykata kushtetuese ka në 30 ditë kohë për të marrë një vendim, por nga ana tjetër duhet theksuar se duke qenë se bëhet fjalë për një çështje sensitive dhe duke qenë se bëhet fjalë për bashkinë më të madhe në vend, ku do të vendoset për fatin e saj nëse do të zhvillohen ose jo zgjedhje të pjesshme vendore, ky vendim pritet të vijë më shpejt se sa parashikohet. Për momentin, gjykata kushtetuese e ka pezulluar dekretin e presidentit të Republikës zotin Bajram Begaj, duke mos e lejuar zhvillimin e zgjedhjeve në Bashkinë e Tiranës më datën 9 nëntor. Zgjedhjet do zhvillohen vetëm në 5 bashki të tjera dhe zhvillimi ose jo i zgjedhjeve do të varet nga vendimarrja e gjykatës kushtetuese. Nëse shkarkimi i Erion Veliaj do të mbetet në fuqi, atëherë në momentin e zbardhjes së vendimit, presidenti të Republikës i lindet drejta të rishpall ose të dekretoj një datë të re zgjedhjesh sipas parashikimeve ligjore. Nëse shkarkimi i zotit Veliaj konsiderohet antikushtetues dhe antiligjor, atëherë zgjedhjet në Bashkinë e Tiranës nuk mund të zhvillohen. Po Nisida? Mirë, Klodi, të falenderoj, do të ndjekim hap pas hapi gjithçka çdo zhvillim të ri, ndërkohë që për rreth 30 minuta pritet nisë seanca, e cila do të ndiqet në kanalin zyrtar të gjykatës kushtetuese. Ishte Klodi Lala në këtë tjetër raportim, të nderuar shikues. Ndjekim edhe një herë momentin e mbritjes së zotit Veliaj në gjykatën kushtetuese. Nuk ka patur asnjë mundësi të përgjigjet pyetjeve të gazetarëve, të cilët nxituan ta pyesin zotin Veliaj, por ka qenë shumë e shkurtër koha deri në çastin që ka hyrë në ambientet e brendshme të gjykatës kushtetuese. Vetëm